Ajo çfarë dominoi në kohën e fundit është se me LSDM-n shqiptarët e morën Maqedoninë. Tani kur ju flisni për power sharing, për ndarjen e pushtetit si term dhe si një akt politik, a pranohet kjo në strukturat e lidhjes social-demokrate? Tek shumica pranohet si fakt që kjo është e ardhmja, që koncepti i ndarjes së pushtetit me të gjithë, jo vetëm me shqiptarët. E përmenda këtë për shkak të linjës që edhe ju e tha, se VMRO-ja atë fushat bënte në mënyrë indirekte siç e përshkruat ju. Ekziston një frikë te një pakic dhe unë them mënyra më e mirë për t'i auheq frikën është me shembuj pozitiv. Për shembull, unë vazhdoj të kem një përkrahje të mirë brenda antarëve të partisë, po jo vetëm, për shkak se e bëj rolin e deputetit opozitar në mënyrën më të mirë të mundshëm.